qeveritë nuk rrezohen me protesta. Dhe unë të paktën që e ndjek prej 35 vitesh politikën, ka ndodhur në 98-ën, është ka ikur kryeministri Rama, është pushtuar kryeministria, është pushtuar televizionit dhe nuk ka rënë prapë qeveria, domethënë. U ndryshu, pra nuk u ndryshu mazhoranca, u iku Rama, u kthye prapë më vonë, por nuk ka nëpërmes tyre revolucioneve, nuk është se ikën qeveria. E para, domethënë, protestat janë për të rregulluar jetën e brendshme të partive, është për të rregulluar jetën e brendshme të opozitës. Dhe të gjitha këto kanë shmangur debatet, cilët nuk duhet të ishin bërë brenda forumeve, ato debate që Salinjani i ka hapur dhe ne kemi parë që ka patur takime në disa qytete të Shqipërisë, ku demokratët kanë kërkuar me ngulm një rigjenerim të plot të strukturave që nuk po ndodh. Dhe 22 marsi, edhe pse përket me një datë shumë, domethënë, të rëndësishme për demokracinë shqiptare, 22 mars 1992 ka fituar për herë parë Partia Demokratike, domethënë ishte ndryshimi i vërtetë i sistemit. Tani po e protestojnë me një strukturë krejt tjetër që nuk ka ngjashmëri fare me atë lloj entuziazmi që ishte 22 marsi i 92-shit. Është një, domethënë 34 vjet më parë, njerëzit në gjithçka, në kudo që ishin, donin ta bënin ndryshimin, shkonin aty për ndryshimin, po nuk ka të krahasuar as me 2005, nuk ka të krahasuar as me vitet tjera, as me 2021 nuk kanë të krahasuar. Pra, ajo që po pengon në vërtet Partinë Demokratike është ky lloj ligjërimi që fitore pas fitore, dhe kemi edhe në janar, edhe në shkurt, dhe në mars, domethënë kemi disa që zoti Berisha ka thënë kilometri fundit, kjo është dita fundit e qeverisë, do të shkatrojmë qeverinë, domethënë Rama është i vdekur, Rama është i ikur. Dhe kjo i bie pastaj që të jetë një tallje shumë e madhe me demokratët. Nuk ka asnjë lloj kuptimi. Madje kemi parë edhe në foltoret e zotit Berisha. Në fakt, për vërtetës nuk e di pse e konsideron foltore, se foltorea ishte e para. Dhe në foltore bën njëri që do t'i marrë kreun Partisë Demokratike. Dhe Berisha nuk e di për çfarë i bën foltoret. Kujt do t'ia marrë kreun e Partisë Demokratike?